Nëse nuk mëson të duash veten, askush nuk të mund të dojë. Një reflektim mbi identitetin, vetëdijen dhe krizën e njeriut modern. Mësoje veten, duaje veten, pranoje veten. Sepse nëse ti nuk formon një marrëdhënie të shëndetshme me qenien tënde, asnjë dashuri e jashtme nuk arrin të mbjetojë brenda një vetje të pambështetur. Kjo fjali, që tingëllon si një shënim mbi një copë letër të ndarë nga një ditar i vjetër, ka brenda një të vërtet të rëndë, të zhveshur, të domosdoshme. Dashuria fillon tek njeriu që e sheh veten në pasqyrë, jo tek njeriu që sheh drejt dritares duke pritur të duhet. Në një botë të zhurmshme, ku çdo gjë matet në shpejtësi, performancë, klikime dhe ndjekës, koncepti i dashurisë ndaj vetes duket i tejdukshëm, pothuajse i padukshëm. Por është pikërisht ky koncept ai që sot vendos shëndetin mendor, integritetin emocional dhe aftësinë për t'u lidhur me të tjerët. Ky artikull është një udhëtim filozofik, psikologjik dhe shoqëror, një analizë e thellë e një bote ku njeriu humbet, rilind, vetë shkatërrohet, rikonstruktohet. Vetëm për të zbuluar se çdo gjë nis nga brenda. Një dashuria ndaj vetes, miti, keqkuptimi, realiteti. Fjala duaj veten është bërë slogani më i keq përdorur i shekullit. Përdoret në reklama kozmetike, në libra të dobët motivues, në video të shkurtra që prekin ekranin e telefonit më shpesh se sa prekin shpirtin. Por çfarë do të thotë realisht të duash veten? Nuk ka të bëjë me egon, narcizizmin apo vetë admirimin e zbrazët. Nuk ka të bëjë me përdhunimin e vetes me lavdërime artificiale. Nuk ka lidhje me bindjen se unë jam i mrekullueshëm ndërkohë që brenda vetes troket boshllëku. Dashuria ndaj vetes është një koncept i vjetër sa filozofia. Sipas Sokratit, njihu vetveten ishte porta e parë e çdo virtyti. Sipas Aristotelit, dashuria për veten është themel i të gjitha dashurive të tjera, por vetëm kur është e balancuar me etikën. Sipas Spinozës, vlera jon është fakti që ekzistojmë, dhe ky ekzistim ka brenda një fuqi që meriton dashuri. Sipas psikanalizës moderne, nuk mund të krijosh marrëdhënie të sigurta me të tjerët nëse je armik me veten. Sipas neuroshkencës, truri reagon ndryshe kur vetja pranohet. Stresi ulet, memoria përmirësohet, kreativiteti rritet. Pra duaje veten nuk është fjale e butë. Është një detyrë, një proces, një praktike e përditshme, një akt shpëtimi, një punë e heshtur, një konstrukt identitar. 2. Anatomia e veturrejtjes. Pse njeriu bëhet armik i vetes? Fëmijëria është laboratori i parë i dashurisë. Aty ku mungon prania, ngrohtësia, validimi emocional, njeriu mëson të krijojë një imazh të vetes që nuk është i tij, por i të tjerëve. Kur prindi thot nuk je mjaftueshëm, krijohet dyshim. Kur mësuesi u lërind, krijohet frikë. Kur shoqëria gjykon, krijohet turp. Kur dashuria refuzohet, krijohet boshllëk. Kur media bombardojnë me standarde, krijohet inferioritet. Nga ky terr, njeriu del me një gjuhë të brendshme kritike, një zë të errët që përshpërit. Ti nuk je i denjë për asgjë. Kjo veturrejtje nuk është produkt i dështimit personal. Është produkt social. Ajo rritet në familje të thyera, në shoqëri të varfra emocionale, në media që ushqejnë iluzione, në institucione që nuk edukojnë ndjenjen e vlerës, në sisteme që e trajtojnë njeriun si numër, jo si qenie. Kur truri mësohet me veturrejtjen, ai e sheh si realitet, jo si sëmundje. Dhe kështu njeriu hyn në marrëdhënie jo nga vetë vlera, por nga zbrastia. 3. Iluzioni i dashurisë së jashtme, pse të tjerët nuk mund të shpëtojnë. Nëse zemra është e plagosur, dashuria që vjen nga jashtë nuk ngjitet dot, as nuk ushqen dot. Ajo rrëshet si ujë mbi xham. Mund të mbulojë për një moment, por nuk thithet, nuk depërton. Kur njeriu nuk e pranon veten, ndodhin 3 fenomenet themelore. 1. Idealizimi. Ai që takon shihet si shpëtimtar. Secili partner bëhet autoritet, dritë, mrekulli. Dhe në momentin që shfaqet defekti i parë, gjithçka bie. 2. Varësia. Njeriu pret që partneri ta plotësojë. Dashuria kthehet në karburant, jo në marrëdhënie. Kjo nuk është dashuri, është mbijetesë. 3. Vetë shkatërimi i marrëdhënies. Njeriu që nuk beson se meriton dashurinë, e saboton atë. E shtyn larg partnerin për të provuar se e dia unë që do më lëndonte. Prandaj filozofia moderne dhe psikoterapia bien dakord. Asnjë njeri nuk mund ta mbajë peshën e boshllëkut të dikujt tjetër. 4. Dashuria ndaj vetes si akt politik dhe shoqëror. A është e habitshme të flitet për dashurinë ndaj vetes në kontekst politik? Në pamje të parë, po. Por njeriu modern është një qenie politike, edhe kur hesht zgjedh. Shoqëria e konsumit, korporatat, media,
reklamat, të gjitha ndërtohen mbi një premisë të thjeshtë. Njeriu që nuk e do veten, konsumon më shumë. Pra vetë urrejtja nuk është vetëm problem personal, është industri. Është ekonomia e shekullit e. Është skenografia që mbahet gjallë duke e bindur individin se i mungon diçka. Prandaj, të duash veten është akt rebelimi. Kundër sistemit që të thotë nuk je i mjaftueshëm. Kundër botës që të sheh si produkt, jo si qenie. Kundër shpejtësisë që nuk të lejon të reflektosh. Kundër kulturës që të padukson. Të duash veten është të rikthesh pronësinë mbi jetën tënde. 5. Psikologjia e pranimit si lind vetja e re. Dashuria ndaj vetes nuk fillon me lavdërime, por me njohje. Me pranimin e dritës dhe të errësirës. Me një përballje të heshtur. Unë jam ky njeri, me gjithçka që kam përjetuar. Ky proces ka 5 shtylla. 1. Vetë vëzhgimi. Të kuptosh mënyrën si mendon, si reagon, si ndjen. 2. Vetë pranimi. Jo në kuptimin e dorëheqjes, por të ndershmërisë. Kjo është e vërteta ime. 3. Vetë dëlirësimi. Pastrimi nga zërat që nuk janë të tuat. Nga fjalët që të kanë thënë të tjerët dhe i ke përthithur si identitet. 4. Vetë konstruksioni. Ndërtimi një personaliteti që vjen nga vlera, jo nga frika. 5. Vetë mirësia. Akti i vogël i kujdesit të përditshëm që e ndërton njeriun për brenda. 6. Dashuria si marrëveshje midis dy të plotëve. Dashuria nuk është terapi. Nuk është kullë shpëtimi. Nuk është ilaç kundër vetmisë. Nuk është përgjigje ndaj boshllëkut. Dashuria është marrëveshje. Unë vi tek ti i plot. Ti vjen tek unë i plot. Dhe ne krijojmë diçka të tretë që nuk është as ti, as unë, por një hapësirë ku të dy jetojmë të lirë. Vetëm njeriu që e ka punuar veten mund të hyjë në një marrëdhënie të shëndetshme. Sepse ai që bie në dashuri për të mos qenë vetëm, nuk bie në dashuri. Ai thjesht kërkon një stre. 7. Kur dashuria ndaj vetes kthehet në dritë për të tjerët. Njeriu që e ka mësuar veten, e jehon edhe tek të tjerët. Ai nuk është e xheloz. Ai nuk kontrollon. Ai nuk braktis. Ai nuk vret heshtur. Ai nuk e sheh partnerin si pronë. Ai nuk e projekton errësirën e vet tek tjetri. Dashuria ndaj vetes e ndriçon njeriu. E bën të qëndrojë drejt. E bën të jap pa u friksuar. E bën të pres pa u rënuar. E bën të fal pa u poshtëruar. E bën të humbas pa u shkatëruar. Kur njeriu bëhet i plot brenda vetes. Dashuria që vjen nga jashtë nuk është më ogjak i vetëm, por një dritare e bukur shtesë.